Policia ka zbardhur atentatin me eksploziv të ndodhur më 5 shkurt të këtij viti në Konispol, ku objektivi ishte 57 vjeçari Mirash Gjikola. Pas hetimeve intensive të strukturave të policisë së Vlorës dhe Sarandës, janë identifikuar dhe shpallur në kërkim 2 autor të dyshuar të ngjarjes. Konkretisht bëhet fjalë për shtetasit Grisel D. Taulaj edhe Xhafer Bajo, të dy 39 vjeç dhe banues në Sarandë. Sipas hetimeve, ata dyshohet se kishin vendosur në sediljen e pasme të automjetit që drejtohej nga Mirash Gjikola një sasi eksplozivi bashkë me një celular, por shpërthimi nuk ndodhi. Për 2 të dyshuarit, gjykata e shkallës së Sarandës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa ata akuzohen për veprat penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe e mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje e prodhimit të armëve dhe armëve shpërthyese të municionit. Policia bën me dije se po vijon puna intensive për lokalizimin dhe arrestimin e 2 personave të shpallur në kërkim, ndërsa në bashkëpunim me prokurorin po punohet edhe për identifikimin e personave të tjerë.